Koncerti festiv me rastin e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri u mbajt mbrëm në sheshin e qytetarëve që ishte i veshur me ngjyrat e atmosferës të festave të fundvitit. Në këtë koncert të mrekullueshëm, performanca artistëve të vegjël të Qendrës Kulturore të Fëmijëve me kërcime dhe këngë emocionuan qytetarët e shumë që po i ndiqnin edhe pse mbrëmja ishte me shi. Më pas në sken u ngjitën zërat e njohur të muzikës lushnjare dhe jo vetëm. Këngëtarët Argita Bahja, Gëzim Xhaxhaj, Ani Myzeqarja, Ergjys Hyka që ndezën atmosferën me këngët e bukura popullore. Nuk munguan as grupet e kërcimit të qytetit, që me kërcimet festive i dhuruan publikut një mbrëmje të paharrueshme.